Ministri i Drejtësisë Besford Lamallari në emër të qeverisë i ktheu përgjigje kërkesave të gjyqtarëve dhe prokurorëve për rritjen e masave të sigurisë në reagim pas ekzekutimit në krye të detyrës në sallën e gjyqit të gjyqtarit të apelit, Astrid Kalaja. Lidhur me masat për sigurinë në gjykata dhe prokurori, ka dy zhvillime kryesore. Paralajmëroi nisjen e punës për ndërtimin e godinave të reja, jo vetëm për gjykatat, por edhe për prokurorit. Garantoj mbështetje maksimale për gjithçka që nevojitet lidhur me sigurinë e gjyqtarëve prokurorëve, përfshi dhe atë të mbrojtjes së integritetit dhe dinjitetit të tyre. Përballë pyetjeve të ligjvënësve, ministri nuk dha afate, por theksoi mbështetjen për një grup të posaçëm pune mes disa institucioneve për rritjen e masave të sigurisë që u miratuan nga KLG. Aty ku është vendi për ndërtim të godinjave të reja, por edhe rekonstruksion. Duke filluar nga gjykatat që janë në gjendje më imediate për ndërhyrje. Parimi është që kemi aty ku është mundur prokurori dhe gjykata bashk, në mënyrë që të Me paralajmërimin për rishikimin e kodit civil si detyrim për të përafruar me legjislacionin e BE-s, Lamallari përsëriti qëndrimin e qeverisë se kodi i ri penal për cilin tashmë ka nisur konsultimi publik, nuk do të kaloj pa marrë miratimin e Brukselit. Pra i gjithë ky korpus i standardeve dhe vlera më të mira ndërkombëtare është e nevojshme të parafrohet dhe të bëhet mishërohet në trupën legjislative shqiptare. Në 5 rekomandimet e qeverisë për njerëzit e drejtësisë, ministri i drejtësisë theksoi sugjerimin për të përdorur më shumë inteligjencën artificiale në hetimet proaktive. Sepse ne duhet të përdorim dhe module të integruara të inteligjencës artificiale për të krijuar tipare të caktuara, të cilat udhëzojnë si oficerët e policisë gjyqësore, por edhe prokurorin, se ku duhet fokusohet në hetimet që ai bën. Bëhet fal programeve software të caktuar, përfshirë dhe modulet e inteligjencës artificiale. Ka modele të ndryshme që përdoren nga partnerët tanë strategjik. Ndërsa përfaqësues të opozitës ngritën shqetësime për qasje represive apo përdorimin e masës së paraburgimit, ministri i drejtësisë pranoi vetëm këtë të dytën dhe paralajmëroi ndryshime. Agresiviteti, dhuna dhe burgu. Burgu duhet shihet si mjeti i fundit. Ne jemi ndryes me BE-n të negociuar në BE, ky tani thot qasje regresive fashiste. Në raportin e ministrisë për vitin 2024, kur institucionin e drejtonte Ulsimania, tashmë në krye të Komisionit të Ligjeve, Lamallari theksoi rritjen e numrit të hetimeve kryesisht. Me shifra zbuloi se në vitin që lan pas janë sekuestruar 65.5 milion euro pasuri të dyshuara me të ardhura nga aktiviteti kriminal dhe 569 çështje korrupsioni dhe shpërdorim detyre janë dërguar për gjykim. Pavarësisht rëndësisë së çështjeve që diskutuan, deputetët nuk i kursyën në as momentet e batutave krahas ironive. Ta puthimi herë se na moj malli e bëri dhe. Ju lutem, se ti edhe po erdhi se mbrin dot.